Vritet në atentatin në Rinas, Gilmando Dani. Mesditën e sotme ka pasur të shtëna marmëzjarri pranë aeroportit të Rinasit. Policia dyshon se ngjarja është atentat kriminal. Lidhur me ngjarjen e rëndë janë zbardhur detajet e reja. Sipas informacioneve, dyshohet është ekzekutuar shtetasi Gilmando Dani. Pritet një njoftim zyrtar nga policia për konfirmimin e identitetit viktimës dhe rrethanat e ngjarjes. Nga informacionet paraprake dyshohet se 2 automjete kanë qelluar drejt një automjeti Benz. Mjetet pas atentatit janë larguar në drejtim të fushkrujës. Ngjarja mësohet se s'ka lidhje me policinë kufitare apo me sigurinë në aeroportin e Rinasit.